ditën e sabatit. Për çdo gjë që do detyra për të bërë sabatin, ne transferuam Konstantini dhe unë. Eusebi ishte biçopi i tij në 340-ën. Ka transferuar thot ditën në këtë rast e sabatit e transferuam në ditën e Zotit, që është dita e parë e javës, si më të përshtatshme. Dhe sot çfarë po praktikojnë? Kjo është dita e përshtatshme, thonë. E veçojnë sot atë ditë? Po, normal veçojnë ditën e parë të javës, nesër, ditën e diellit. Dhe mua më vjen keq sepse kur bisedoj dhe kam biseduar me drejtues në Shqipëri, jo vlla, ne nuk mund të mbajmë sabatin, sepse në atë ditë njerëzit të tjerë punojnë. Po normal që punojnë si besimtar, sepse askush nuk i ka thënë, askush nuk ka sensibilizuar zemrat që të punosh në ditën e sabatit është mëkat. Çfarë tha Nehemia 13? Lajmëroi parinë, thot pleqtë e Izraelit. Çfarë të keqe po bëni në këtë rast që keni përdosur ditën e sabatit, tha. Është një gjë e keqe, vëlla e motër, të shkelë sabatin, të punosh në atë ditë, të shesësh, të blesësh, të bësh punë të rënda. Është një gjë e keqe, është mëkat.